Fabiola, qendrat e votimit, rreth 948 qendra votimi në të gjithë Republikën e Kosovës janë hapur në orën 7 të mëngjesit për të mbyllur në orën 19. Konkretisht ne ndodhemi në Universitetin Teknik, atje ku në këtë moment është presidentja e vendit Vjosa Osmani që po hedh votën e saj në kutinë e votimit. Ne kemi ndjekur po ashtu edhe votimin e kandidatëve për kryeministër nga partitë të ndryshme, siç është rasti i kreut vetëvendosjes Albin Kurti, Lumir Abdigjiku nga Lidhja Demokratike e Kosovës, po ashtu Zoti Bedri Hamza, i cili ka votuar nga Mitrovica e Jugut, kandidati për kryeministër nga Partia Demokratike e Kosovës. Më lejo të ndalem në dy momente, çështja e pjesëmarrjes, meqense ju e cekët, është hera e 4 që qytetarët dalin përballë kutive të votimit, duke bërë që të mbajnë dy palë zgjedhje për të zgjedhur ata të cilët do të jenë përfaqësuesit e tyre në parlament pas një ngërçi të gjatë politik gati 10 mujor dhe pas tentativave dështuara të Albin Kurtit si kandidat për kryeministër nga subjekti i parë i rezultateve të nëntëshkurtit për të gjetur gjuhë bashkëpunimi me ndoshta aleatë të tjerë që do të siguronin atij edhe numrat. Do duhet të themi po ashtu që për sa i përket pjesëmarrjes, sipas rezultateve zyrtare publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, përqindja është diku tek 8%, por nën kuptohet që ka një përqindje më të ulët pjesëmarrjes se sa në zgjedhjet e nëntëshkurtit, kjo edhe për shkak të lodhjes së qytetarëve për të dalë për të marrë pjesë në këto procese, edhe pse do duhet të themi që zgjedhja apo votimi në këtë moment është i rëndësishëm sepse do duhet që vendi të formojë qeverinë e re, më pas të ngrihen të gjithë institucionet dhe të kapërcen pengesat forta politike, siç janë pengesat që lidhen me buxhetin, të tjera votime që lidhen me planin e rritjes apo me procese të tjera integruese të Kosovës në rrugën e saj të procesit të anëtarësimit të Bashkimit Evropian, edhe pse do duhet të themi që Kosova është i vetmi vend në rajon që nuk e ka ende statusin e vendit anëtar. Ndaj ka shumë punë për të bërë për Kosovën dhe ndaj këto zgjedhje janë një moment i rëndësishëm për ta konsoliduar këtë shtet. Po, më lejo të them, ne ndoqëm pak më parë dhe jemi duke ndjekur në fakt në këto momente drejt për drejt edhe momentin ku presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka hedhur të drejtën e saj për të votuar në kutit e votimit, aty ku edhe ti ndodhesh në këto momente. Regjia do më ndihmoj, e shoh në këto momente është duke votuar presidentja e Kosovës, ne me pamje të drejt për drejtë, nuk e dim nëse pas këtij momenti zonja Osmani do të ketë një prononcim për mediat, nuk e di nëse është njoftuar një gjë e tillë, Habi? Është e planifikuar. Është e planifikuar që do të ketë një dalje për mediat, si gjithmonë presidentja e Kosovës pasi voton ose të paktën në këto 4 palë zgjedhje të fundit ka dalë dhe ka dhënë qëndrimin apo mesazhin e saj për këto zgjedhje. Pa diskutim ne jemi këtu dhe do ta ndjekim të gjithë këtë proces dhe fjalën e presidentes Osmani. Gjithsesi kemi ndjekur sikurse thash, sepse habi ti ndodhesh në një ambient tjetër dhe nuk mund ta shohësh drejt për drejt, por ne jemi duke transmetuar në këto momente, sapo presidentja e Kosovës hodhi votën në kuti dhe është duke lëvizur në fakt, duke dalë në një ambient të jashtëm. Besoj se është pas teje, nëse ti mund të spostohesh, Habi, mund ta shohësh që është duke dalë. Ja ku jemi. Është ky momenti kur presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, largohet nga qendra e votimit, pasi ka hedhur votën e saj, është shoqëruar me zotriun e parë, Prindon Sadriu. Atëherë, nëse më lejoni Fabiola, ne së bashku me ndihmën e operatorit Klodian Bathoria zhvendosemi për të ndjekur gradualisht se cilat do të jetë fjala e presidentes Osmani, mesazhi i saj në këtë proces që unë e cilësova e ashtu siç është në fakt një proces i rëndësishëm politik, sepse Kosovës tashmë i duhet me urgjencë një qeveri për të ecur përpara me procese të rëndësishme që lidhen me mirëqenien e qytetarëve, kam fjalën për çështjet buxhetit dhe çështjet tjera që lidhen me përfitimin e planit të rritjes Bashkimit Evropian e të tjera procese që lidhen me njohjen e Kosovës, e konsolidimin e Kosovës tashmë në arenën ndërkombëtare si një shtet i lirë dhe i pavarur. Kështu që ne po përpiqemi të pozicionohemi për të ndjekur fjalën e presidentes, ndërkohë nëse
Nëse më jep një kohë, ndjekim pak edhe cilat kanë qenë qëndrimet edhe mesazhet politike të kandidatëve për kryeministra. Edhe bukur, edhe rëndësishme, i ftoj të gjithë qytetarët që ta ushtrojnë të drejtën, ta përdorin mundësinë për të përcaktuar për përbërjen e kuvendit të ardhshëm dhe uroj e besoj e punojmë që legjislatura e 10 të konstituoj sa më shpejt kuvendin e ardhshëm dhe njëkohësisht ta formoj qeverinë e re. I falenderoj të gjithë qytetarët për pjesëmarrjen në fushat. Unë të ta bëj maksimumin që Kosova të ketë sa më shpejt institucione, mos ketë vakum institucional dhe vendi të ecë përpara. Në cilën vendimarrja i kthehet sovranit qytetarit, është ditë e mirë, ditë e mbarë dhe le të shpresojmë se në vazhdimsi gjithë procesi i votimit do të shkojë mbarë mirë. Uroj që qytetarët e Kosovës në këtë ditë rëndësishme që përcakton fatin e 4 viteve të ardhshme tyre të zgjedhin për zhvillim, për stabilitet, për të ardhmen euroatlantike të Republikës Kosovës, e të largohen nga zymësia, blokada, përçarja që na ka shoqëruar në këto vite. Duhet të falenderoj në veçantë bëj thirrje qytetarëve të Kosovës, të gjithëve, ta shfrytëzojnë drejtën e votës, të votojnë, të vendosin për Kosovën e për vitet që vinë. Ky është vendimi i tyre më i madh që më e marrin, t'i dalim krah Kosovës gjithë. Me besojmë për demokracinë e Kosovës, për shtetin tonë. Sot do dita vendimmarrje si çdo qytetari. Dhe është momenti të ndjekim drejt për drejt deklaratën e Vjosa Osmanit. Të qytetarëve të Republikës sonë me të drejtë vote, si gjithnjë zgjedhjet janë një proces i rëndësishëm demokratik, ku vendimarrja kthehet tek qytetarët tanë dhe shpresoj natyrisht që rezultatet e këtyre zgjedhjeve të rezultojnë me krijem sa më të shpejt të parlamentit dhe zgjedhjet të qeverisë së Kosovës, të cilat janë të domosdoshme për procese të rëndësishme të brendshme dhe ndërkombëtare për Republikën tonë. Dua t'i falenderoj të gjitha institucionet që janë angazhuar dhe angazhohen edhe gjatë ditës së sotme që ky proces zgjedhor të jetë sa më i rregullt, nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tek institucionet tona të sigurisë dhe ato të drejtësisë, si gjithmonë një falënderim edhe për juve mediave që sot gjatë tërë ditës do të raportoni për këtë proces. I uroj gjithë qytetarët e Kosovës dhe shpresoj që gjithçka të shkojë në rregull dhe qetë. Presidente, ka pasur ankesa në disa qendra që është ndalë energjia elektrike. Kjo është si shqetësim edhe i menaxherëve të qendrave. Si planifikohet nëse ndodh në vazhdimsi gjatë ditës një gjë e tillë dhe a përbën shqetësim për procesin zgjedhor? Është pyetje që duhet të ja drejtoni Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, meqense aty janë edhe task forcat që merren me këto çështje, nga informatat që na janë dërguar neve nga KQZ-ja në pjesën e parë të mëngjesit. Të gjitha qendrat e votimit janë duke funksionuar në rregull dhe jam e bindur nëse ka pasur ndonjë parregullsi të vogël aty këtu që KQZ-ja në bashkëpunim me të gjitha institucionet e tjera do ta rregulloj sa më parë që të jetë e mundur. Ju faleminderit gjithëve. Një mesazh për klasën politike pas 10 muajsh ngërç, edhe po zgjedhjes duhet përbashkët, po kemi bërë kompromis. Natyrisht ky ka qenë mesazhi im gjatë tërë kohës dhe menjëherë pasi të përfundoj ky proces zgjedhor, jam e bindur që të gjitha partitë politike do të gjejnë një rrugë përpara në mënyrë që të kemi institucione funksionale, stabile dhe me legitimitet të plotë, të cilat do të marrin vendime në të mirë të qytetarëve tanë dhe të Republikës sonë. Faleminderit juve. Ishte kjo deklarata e presidentes Kosovës, Vjosa Osmani, me njëherë pasi ushtroi të drejtën e votës, që cilën e ndoqëm drejt për drejt, ka bërë thirrje për zgjedhje të qeta dhe pjesëmarrjen të gjithë qytetarëve dhe besimi është i plotë se këto zgjedhje do të zgjidhin të gjithë ngërçin institucional për gjatë këtyre 10 muajve të vështirë të qeverisë së Kosovës, ku nuk është mundur në fakt që nga zgjedhjet e shkurtit të formohet një qeveri për të drejtuar e vetëm 4 vjeçarin e plot të mandatit. Do të shohim se çfarë do të prodhojnë zgjedhjet ditës së sotme. Kolegja Habi Hoxha është në raportim të drejt për drejt, na informoi në fakt që krahasuar edhe me zgjedhjet ose 4 herë të zgjedhjeve të viteve të kaluara, pjesëmarrja ditën e sotme është disi më e ulët dhe kjo vjen edhe si pasojë e lodhjes së qytetarëve apo edhe pse jemi në prag të festave. Habi, lidhet kjo edhe me festat
pjesëmarrja e ullët, dua të them, vëmendja e qytetarëve është përqendruar ndoshta tek festat e fundvitit? Pa diskutim se kjo është një periudhë festive, po më tepër besoj se ka të bëjë me proceset e përsëritura zgjedhore. Do doja vetëm shkurtimisht të ndalesha tek përgjigjja e pyetjes që presidenti Osmani i dha, pyetjes që ne i drejtuam, ne e pyetëm atë nëse ka një mesazh për klasën politike pas 10 muajsh ngërç politik që dëmton në thelb vazhdimsinë e shtetit Kosovës. Ajo tha që unë kam qenë gjithmonë për një kompromis dhe shpresoj që pas këtyre zgjedhjeve të kemi një qeveri të re. Po, Fabiola. Dhe kështu urojmë të gjithë hapi të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë nga Prishtina.